Përballë temperaturave ekstreme që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në ditët vijuese, BSK e Korçës ka arritur nivelin e gatishmërisë për përballimin e çdo situate emergjente, duke paralajmëruar për rrezikun e shtuar të zjarreve në pyje dhe zonat rurale. Në një njoftim zyrtar të shpërndar përmes kanaleve të komunikimit publik, BSK-ja u bën thirrje të gjithë banorëve të tregojnë kujdes maksimal, veçanërisht personave të moshuar dhe atyre me probleme shëndetësore. Rekomandimet kryesore përfshin shmangjen e qëndrimit në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, përdorimin me maturit të ajrit kondicionuar dhe ndalimin kategorik të ndezjes së zjarreve në ambiente të hapura. Respektimi i masave parandaluese është përgjegjësi e përbashkët dhe jetike për sigurinë e gjithëve, thuhet në njoftim. Qytetarët ftohen të raportojnë menjëherë çdo shenjë tymi apo zjarri në shërbimet emergjente përmes numrave 128, 112 dhe 129. Autoritetet lokale janë të angazhuara në monitorimin e situatës dhe marrjen e masave paraprake për të shmangur çdo ngjarje që mund të rrezikojë jetën, shëndetin dhe pronën e qytetarëve.